Përshëndetje të dashur miq. Përpara se të filloj këtë video, do të diçka shumë e bukur dhe plot kuptim që mendova ta ndaj me ju. Sapo ikën dritat. Dhe drita në fakt këtu në këtë pjesë të dritares është shumë e fortë, aq sa të vret syt dhe unë prandaj ndonjëherë mbaj pakës mbyllur ose vendos edhe syzet, nuk e di a do t'i vendos sot apo jo. Dhe ishte shumë mesazhe lidhur edhe me temën që kjo video mbart, sepse doja të bëja shumë një video lidhur me mënyrën se si ju shohin të tjerët. E cila në fakt mund të jetë ajo çfarë ju mendoni, por mund të jetë shumë e ndryshme. Dhe do ta eksplorojmë këtë, por thelbi dhe mesazhi i eksperiencës së parë që unë mendova të ndaj me ju ishte që ndoshta drita juaj është shumë e fortë, drita juaj natyrale. Dhe jo drita juaj artificiale e cila u shua. Pra një dritë artificiale ikën dhe vjen, nuk është diçka konstante. Ndërsa drita juaj është diçka që është natyrale dhe qëndron, si të thuash, për një periudhë më të gjatë, por mund të jetë intensive për disa. Pra disa mund ta duan, disa mund ta adhurojnë, disa mund të ndjehen shumë mirë prej saj, varet nga perspektiva që e shohin, pra nga sipërfaqja dhe nga çdo gjë tjetër, dhe reflektimi që ju i jepni në këtë pasqyrë të tyre. Dhe disa të tjerë pra mund të ndjehen të cënuar, apo mund të keni njerëz që janë xhelos, pra kjo mund të jetë për disa për jush, mund të keni njerëz që nuk e vlerësojnë sa duhet, nuk e shohin sa duhet dritën tuaj, apo nuk e vlerësojnë në momentin që e kanë, dhe unë tani duhet i vendos. Dhe prandaj të gjitha këto unë i pash si një mesazh në vetvete dhe ishte vërtet një mesazh shumë i bukur. Dhe ideja është që sado e fortë jetë kjo dritë juaja, mos e ndrythni, mos e ulni. Të tjerë le të vendosin syze apo jo, të tjerë le të vendosin syze dielli, ata që nuk e durojnë dot. Sepse ka të tjerë që e adhurojnë dhe nuk keni pse të ndryshoni për askënd në fakt. Pra nëse ju jeni okay me veten tuaj, vlerësoni atë që keni dhe mos ndryshoni për askënd. Dhe ju do mund të zgjidhni, pra si energji e përgjithshme që unë mendova të ndaj për ju janë këto karta. Dhe janë 3 grupime. Por 3 grupimet do doja që t'i konfirmoja me secilën prej këtyre kartave që ju tashmë jeni njohur. Grupimi 1, grupimi 2, grupimi 3. Ajo që dëgjova specifikisht në fakt para se të filloj videon ishte një mesazh shumë interesant, dhe që po e dëgjoj përsëri tani, që edhe grupimi që juve për shembull ju tërheq, por nuk ju pëlqen si përfaqe, apo thjesht ka diçka aty që ju keni frikë ta zgjidhni si grupim. Zgjidheni sepse ndoshta kjo është ajo që ju keni frikë të dëgjoni për veten. Pra kjo mund të tregoj për diçka që ju keni frikë ta pranoni, keni frikë ta dëgjoni apo keni frikë të shikoni se si të tjerët po ju shohin. Dhe ndoshta nuk ka asgjë për të friksuar aty, ndoshta është thjesht një mesazh kaq i bukur dhe interesant, por thjesht ndoshta edhe kjo frikë juaja në një sens mund të jetë një mesazh që të zgjidhni këtë grupim, përveç intuitës pra. Ju mund të merrni kohën tuaj dhe të zgjidhni grupimin. Mund të dëgjoni edhe më shumë se sa një, sepse mund të keni pra mesazhe në grupime të ndryshme në lidhje me karakterin tuaj. Ne jemi qenie shumë dimensionale dhe edhe këto që ne do të flasim tani, mos i merrni si të thuash që është kjo dhe pik. Ju keni shumë aspekte të bukura. Mendojeni si faqet e një diamanti dhe secila ka një perspektivë tjetër. Mendojeni si ngjyrat e ylberit që i mbarti të gjitha. Jeni të vetëdijshëm apo jo, kjo është tjetër gjë. Por thjesht mendojeni si të thuash, ndoshta janë pjesë të pasbuluara për ju dhe me pakës punë apo duke u njohur më mirë me veten tuaj, që është një rrugtim i bukur dhe është si çdo marrëdhënie tjetër që mund të ndërtosh, do të kuptoni më shumë për veten. Dhe do të kërkoja shumë që të dëgjoni intuitën tuaj. Cili është mesazhi që zemra juaj e pranon si tuaj? Pra cili është mesazhi që flet për ju? Pra nuk ka rëndësi se cilat grupime dëgjoni apo çfarë mesazhesh vijnë. Intuita ju ka drejtuar aty, besoni për një arsye. Dhe nga ana tjetër, mesazhet të cilat ajo pranon si të vetat, pra ju e ndjeni që po, kjo po flet për mua. Ai është mesazhi që ju rezonon me ju, si të thuash. Dhe në kohë të ndryshme mund të rezonojnë mesazhe të ndryshme, kjo është vërtet shumë interesante. Ju mund ta ruani videon, ta dëgjoni në një kohë më të vonë dhe është si të lexoni një libër pas kaq kohësh dhe perspektiva juaj ka ndryshuar. Dhe ju kuptoni gjëra që keni thënë si nuk e kisha parë më përpara këtë gjë, si se kisha kuptuar më përpara këtë X gjë për shembull, sepse ju keni ndryshuar, perspektiva juaj ka ndryshuar e të tjerë e të tjerë. Dhe vetë njerëzit nuk ju përjetojnë njësoj sigurisht. Dëgjova tani që ju mund të keni, si të thuash, atë energjinë e një biskote. Sepse duket sikur njerëzit vazhdimisht duan ose mund të obsesohen me ju, duke qenë se jeni një biskotë, si të thuash, e rrallë dhe që nuk e kam provuar më parë. Jeni si ajo mbetësira që ja bën ditë njerëzve. Dhe po shoh tani nga këto biskotat me
me mesazhe brenda që po ti hapësh ka një mesazh. Pra ju duket sikur çdo ditë me ju ka një mesazh, ka një thesar të bukur që ju ofroni të tjerëve. Ndoshta çdo moment me ju ka këtë lloj mesazhi të bukur dhe i ndihmon njerëzit për shembull të gjejnë veten e tyre, të jenë të motivuar. Dhe kjo lidhet shumë tani që po e shoh me energjinë e Okej. Duke qenë se mora që të tregoj energjinë e përgjithshme, mu hap edhe në këtë kartë, kështu që mendoj që të dyja duan të tregojnë për energjinë e përgjithshme. Pra këto mund të rezonojnë me secilin prej grupimeve, këto mesazhe që po themi tani. Pra ju i trajtoni të tjerët me të njëjtin respekt që do doni që dhe ju të trajtoheshit. Dhe me të njëjtën përkujdesje. Duket sikur ju jeni, pra në momentin që ju hyni në një marrëdhënie me dikë, ju duket sikur bëheni njësh, pra ju duket sikur e kuptoni këta persona pa dashur edhe që të flasin, pra pa u nevojitur që ju të flisni, ju i kuptoni dhe kuptoni nevojat e tyre, pra jeni empatik shumë dhe kuptoni shumë që po gjë tani që ndoshta kjo mund të rezonojë vetëm me disa për jush, por gjithsesi është energjia e përgjithshme që unë ndjeva të ndaj. Pra që juve ju interesojnë shumë nevojat e të tjerëve, juve ju interesojnë se çfarë ata ndjejnë. Dhe siç e shikoni që vajzat e Kali duket sikur janë njësh, pra duket sikur edhe vetë këto, po shikoj tani këto video që për shembull një vajzë apo një djalë, çfarë do qoftë, udhëtojnë me Kal, por duket sikur janë njësh dhe merren vesh telepatikisht si thua pa patur nevojë që të kontrollojë njëri tjetrin apo të mos jenë të bindur, si të thuash. Pra është një energji shumë e bukur dhe një energji që ju jeni të, si të thuash, të vjetër me mendje apo me njohuri, por të rinj në shpirt dhe në zemër. Dhe kjo i bën të tjerët pra që të jenë kaq energjik dhe të entuziazmuar teksa janë me ju. Dhe nga ana tjetër ju jeni shumë të bukur. Nuk e di se çfarë mendoni për aparencën tuaj, sepse kjo erdhi si diçka që donte të shikohej dhe ndoshta ju nuk doni që të flitet për këtë pjesë apo keni pasiguritë tuaja sigurisht që ndoshta gjithë njerëzit kanë. Por e mira është që ti jesh në këtë rrugtimin që të punosh me veten, për të pranuar veten, për ta dashur veten. Dhe ndoshta ju keni filluar këtë rrugtim. Ju keni filluar në rrugtimin sepse ndoshta më përpara po dëgjoj që të tjerë nuk domethënë e kanë ditur se sa me vlerë ju keni qenë, por nuk e kanë thënë asnjëherë. Dhe prandaj kjo ju ka lënë ju të shihen që ndoshta unë nuk jam i ose e bukur, ndoshta unë nuk jam i ose e vlefshme, ndoshta unë nuk i kam këto gjëra për shembull, apo nuk kanë çfarë të ofrojnë në një marrëdhënie, sepse duke qenë se ata e kanë ditur vlerën dhe nuk kanë dashur që ju, duke e ditur vlerën tuaj, të jeni në këtë energjinë që të largoheni, të zgjidhni më mirë, apo ju do ta bëni këtë, jam e bindur. Por kjo ka qenë ndoshta perceptimi i tyre, që ju duke ditur këtë vlerë tuaj do t'i abandononit, ndërkohë që ata ju abandonuan ju në një farë mënyre, duke qenë se nuk ishin të sinqertë me ju, nuk ishin, si të thuash, ndoshta miqtë më të mirë, partnerët më të mirë. Kjo mund të ketë bëjë me familjen, që ndoshta nuk e kanë ditur vlerën tuaj, por nuk e kanë treguar. Dhe ju gjithnjë i keni pëlqyer të tjerë, keni pëlqyer pra sepse keni parë reflektimin tuaj tek ta. Keni parë se sa të mirën ju dhe keni parë këtë mirësi të reflektuar tek të tjerët. Dhe gjithnjë keni qenë ata që komplimentoni, keni qenë ata që i doni të tjerë shumë siç janë. Por nuk e keni marrë mbrapsht këtë deri në momentin që ju kuptuat, ndoshta juve ju është dashur të qëndroni vetëm, ndoshta juve është dashur të reflektoni për këtë, që të kuptoni që ju jeni dashuria vet, ju jeni drita vet, dhe siç e shikoni, duket sikur dielli mbrapa vajzës është si një halo për të, pra që shkëlqen dhe shndrit, dhe ne tham për dritën tuaj natyrale. Dhe vajza duket shumë konfidente në foto, yje që shkëlqejnë, pra duket shumë e magjishme si të thuash, dhe thotë që unë jap dashuri, unë marr dashuri dhe unë e dua veten time. Pra kjo ka bërë që të kuptoni, duke dashur veten tuaj, ka bërë që të kuptoni që ju jeni dashuri dhe ka bërë që të kuptoni që dhe ju meritoni të mira, ndoshta ka bërë që të kuptoni dhe reflektimi që ju keni parë, që dhe ju jeni të bukur dhe ju keni shpirt të mirë, si thua, keni cilësi të rralla, dhe nga ana tjetër duket sikur vajza vet, se kjo kartë më pëlqen vërtet shumë, prandaj kam shumë për të folur gjithnjë kur vjen, ka ngjyra të bukura, ka kuptim të bukur shumë. Dhe duket sikur vajza është perla në këtë guack. Dhe po ta dini, perla për shembull, ma do më të që e dini, perla formohet nga kjo guack, e cila merr rër, si të thuash, ose rëra futet në të, por e vret. Pra ndoshta ju jeni, ose bukuria juaj është diçka e rrallë, sepse është formuar
qoftë bukuria e karakterit, pra bukuria jashtme, bukuria e karakterit, bukuria jashtme ndoshta nga puna që keni bërë, nga ju pëlqen të ushtroheni apo nuk e di, ndoshta thjesht jeni të bukur natyralisht dhe shndrisni vetëm nga fakti që jeni të bukur së brendshmi. Dhe pra bukuria në çdo nivel është formuar nga fakti që të tjerët kanë hedhur rër apo nga dhimbja që keni kaluar, që këta persona për shembull të afërt nuk ju kanë vlerësuar e të tjerë. Dhe gjatë këtij transformimi alkemik që ndodh brenda guackës, formoi kjo perle bukur që është e rrallë dhe që është diçka shumë e vyer dhe do kohë të formohet në fakt, prandaj siç thonë që vera bëhet më mirë me kalimin e kohës. Pra kjo shprehje vlen edhe për ju në këtë momente. Dhe Afrodita është perëndesha e bukurisë, kështu që nuk e di se çfarë mendoni ju për bukurinë tuaj, por jeni ndoshta më të bukur nga sa ju mendoni. Dhe kartat për të treja përgrupimeve erdhën. Ne u zjatëm pakësi shumë, por që do përpiqem që t'i bie shkurt dhe sigurisht që janë kohët specifike për secilin grupim në përshkrim dhe ju mund të zgjidhni grupimin tuaj. Për grupimin numër 1 erdhi një kartë që lidhet shumë me atë që ne filluam. Unë jam një qenie e dritës dhe dashurisë. Pra ju jeni dritë, ju jeni dashuri dhe lidhet shumë dhe me këtë kartë që ne sapo folëm. Ju jeni dritë, ju jeni dashuri dhe shikoni se sa shumë shndrit kjo vajzë në foto, aura e saj, përsëri duket sikur ka një halo dhe mban në duart e saj një top që duket si diell. Pra ju keni mënyra se si u përjetën të tjerët është sikur ju jeni diell. Dhe sikur ju keni kaq shumë dritë dhe dashuri për t'i ofruar. Dhe ndoshta ju e ofroni natyralisht, thjesht me prezencën tuaj, thjesht me qëndësinë tuaj, me mirësinë tuaj, thjesht duke qenë ju. Pra thjesht I am, pra unë jam, thjesht duke qenë ju, vetvetja dhe kjo qenie drite dhe dashurie, njëjtën e të tjerëve duket sikur i bëni ditën, duket sikur i shndrisni ditën, duket sikur papritur kur janë me ju ndjen të qartë. Ndjen të qartë për çfarë duhet të bëjnë, ndjen të qartë për jetën e tyre. Papritur kur janë me ju ndjen sikur janë të komfortuar, sikur janë me, si thua, me prindrit që si kanë patur kurrë ndoshta. Sepse ju i ofroni këtë lloj komforti dhe ndjesie dashurie dhe drite dhe qartësie, thjesht me prezencën tuaj. Lëre më të flisni si që thamë biskota me shprehje në mes. Dhe është vërtet shumë kartë e bukur. Dhe të shojmë se çfarë konfirmimi do të vi me këto karta për ju, pa u zgjatur shumë. Dhe nga ana tjetër, sepse tani po e shikoj që vajza në foto është konfidente, por pas këtij rrugtimi që ne folëm. Pra pas rrugtimit që ju keni kuptuar që drita juaj është e vyer dhe ndoshta nuk e meritojnë të gjithë. Ndoshta nuk e meritojnë personat të cilët nuk e vlerësojnë dhe ju duhet të jeni të përdorni intuitën tuaj për të kuptuar se kush meriton që të ketë prezencën tuaj, të ketë, si të thuash, këtë dritë tuaj, qartësinë që marrin në momentet e takimit me ju, për shembull, apo qëndrimit me ju. Karta e parë që erdhi për ju. Okej. Pra, vërtet karta shumë të bukura. Si fillim, karta e parë ishte kjo. Një kartë shumë pozitive. Është rrota e fatit. Pra duket sikur personat e ndjejnë që takimi me ju është i destinuar në një farë mënyrë, ju ndoshta i takoni në momente dhe periudha që ata kanë nevojë për iluminime, që kanë nevojë për shërim, që kanë nevojë për dritën tuaj dhe duket sikur vërtet fati ju solli së bashku. Pra me këtë që jeni në jetën tuaj e shohin sikur fati është me fat, janë me fat që ju kanë dhe fati e ka sjell në këtë pikë që ju kanë takuar. Ju a thonë apo jo, kjo është mënyra se si ata mendojnë për ju, pra që ka qenë e destinuar që ju të takoheshit, që ju keni ndryshuar jetën ndoshta, dhe që pra kjo dritë e juaja, dhe që ju jeni shumë shërues natyralisht. Kjo kartë lidhet shumë me shërimin. Njerëzit ndoshta ndjehen sikur papritur ju vjen gjumë në praninë tuaj, papritur duan të pushojnë, papritur thjesht duan të lënë shqetësimet, hallen, problemet dhe thjesht të shndrojnë të shijojnë të tashme, të shndrojnë dhe të reflektojnë, të shndrojnë të shijojnë për shembull një fixhan çaj, një fixhan kakao, nuk e di. Thjesht të shndrojnë dhe të pushojnë në praninë tuaj. Pra, sistemi i tyre nervor ndihet shumë i sigurt dhe i qetë në praninë tuaj. Kjo është ajo që po ndjej. Pra thjesht prezenca juaj bën të mundur që si njerëzit që dalin në diell dhe thjesht marrin rrezet e diellit, ata thjesht duan të shijojnë këto rreze tuajat. Thjesht kaq. Dhe ju ndoshta mund t'i lini pa fjalë ndonjëherë sepse unë shpesh po ndjej tani sikur po ngatroj fjalët dhe mezi po flas dhe nuk para më ndodh. Dhe kjo mund të tregoj që njerëzit entuziazmohen kaq shumë kur janë me ju sa që ndonjëherë thjesht duan të jenë perfekt
si unë tani që dua të rregoj flokët e mia, pra mund të përpiqen të rregojnë flokët teksa janë pranjush, çdo gjë është një mesazh. Mund të përpiqen dhe të shikojnë, sepse shikojnë më qartë, kjo është ideja, pra ju reflektoni dhe tek vetja e tyre se çfarë ata duhet të shikojnë më qartë. Qoftë në një nivel të pavedishëm. Dhe duket sikur harrojnë çfarë do të thonë, sepse kjo po më ndodh tani, pra harrojnë gjithçka që kishin për të thënë dhe thjesht janë në habi nga prezenca juaj dhe thjesht duan ta shijojnë, thjesht kaq. Pra harrojnë çfarë që kanë për të thënë, probleme shqetësime, edhe sikur diçka për shembull ti mundonte, ajo shkon tutje dhe sikur ky dielli e shkrin dhe e djeg çdo papastërti të tyre dhe ata janë të pastër. Kjo është energjia që po ndjej për ju dhe që nga shumë e bukur. Dhe karta tjetër që ju po ndjej dy gjëra me këtë. Ju i ndihmoni këta persona që të kuptojnë se çfarë duhet të përfundojnë jetën e tyre. Pra qartësia juaj i ndihmon të kuptojnë në radhë të parë çfarë është dashuria e vërtetë. Cilat janë lidhjet e sinqerta. Pra ju i ndihmoni të ndryshojnë perspektivën dhe të kuptojnë vërtet çfarë na qen ka vërtet në jetë për të shijuar, çfarë vërtet pas ka vlerë në jetë, kjo që unë po mendoja, apo lumturia, dashuria, mirësia, e tashmja. Dhe nga ana tjetër, po ndjej që ju, në momentin që ju e ndjeni që detyra juaj ka mbaruar në lidhje me këtë person, fati për shembull ju solli bashkë për ju e përmbushët misionin tuaj. Ose thjesht në momentin që ju ndjeni që kjo dritë juaja tani më siç tham, në fund e ka pak të pjesën që vajza tani më është konfidente që drita e saj është dhe vlera e saj është e pakrahasueshme si thua, apo thjesht e di vlerën e vet. Pra thjesht e dini vlerën tuaj, e dini që kjo që po ofroni është e rëndësishme. Dhe në momentin që të tjerët, dashur pa dashur, nuk e respektojnë këtë, ju nuk keni frikë që ta mbyllni si gjë, ta mbyllni si marrëdhënie, thjesht të largoheni me mirësjellje, sigurisht, por që me mirësjellje, por pa thënë asgjë. Kjo është ajo që po ndjej, sepse se shikoni vajza thjesht po qëndron, e di se çfarë ka për të ofruar, por nuk është se po flet. Pra thjesht, ndoshta shikimi i saj e bën të mundur që ju të kuptoni që ajo e di. Ajo kupton që ju s'po respektoni dhe ajo është e gatshme që të lëvizë, që në momentin e parë që t'i jepet, sepse përderisa unë po ju ofroj diçka të vlefshme, të paktën në respekti është ajo që unë meritoj apo jo, pra ju e dini vlerën tuaj, po ndjesh shumë këtë energjinë që jeni shumë konfident në vlerën tuaj tani më. Shumë mesazhe të bukura në lidhje me këtë grupim, uroj që të kenë rezonuar me ju, qoftë edhe në lidhje me energjinë e përgjithshme që duket si një grupim më vete në fakt, dhe do doja shumë të dija në komente se sa kanë rezonuar me ju. Dielli mund të jetë një shenjë që ju mund të shikoni që rezonon me ju, perlat, ju mund të keni varse apo vëth perle, kjo është ajo që po dëgjoj, apo ju pëlqejnë perlat, guackat e ndryshme, unë kam një guack që e kam marrë në gjatë një udhëtimi në det dhe më pëlqeu vërtet shumë. Kjo mund të jetë një shenjë për ju, është vërtet shumë e veçantë dhe e bukur. Yjet, deti, e ka në det, që tham, dielli dhe deti. Pra këtë është një mesazh lidhur me grupimin numër 1, uroj të kenë rezonuar me ju. Dhe ishte vërtet shumë e bukur sepse sapo mbaroi grupimi numër 1, thjesht u ndjeva vëzuar të heq syzet. Pra, drita juaj e grupimit numër 1 është kaq e fortë saqë të vret syt. Kjo është ajo që po dëgjoj dhe që ndjeva që në fillim. Nuk e di kush ka qenë grupimi numër 1, do doja shumë ta dija në komente. Sepse edhe vetë grupimi numër 2 dhe tjetri, si të thuash, nuk kanë kaq shumë dritë sa grupimi numër 1. Dhe grupimi numër 2, jo se nuk janë të mirë, mos më keq kuptoni. Në fakt errësira ka bukuritë e veta dhe është shumë e magjishme. Por secila ka veçantinë e vet dhe të bukurën e vet. Dhe një mesazh specifik që dëgjova përpara se të filloj videon sot në mëngjes ishte që të gjithë janë të barabartë, të gjithë kanë fatin e tyre, të gjithë kanë atë, si thua, veçantinë e tyre dhe të gjithë janë shprehje e të njëjtit burim, si të thuash, energjetik, pra shprehje çfarë do ju të besoni, pra është prezantimi i Zotit, prezantimi i universit në këtë jetë, pra në 3D. Dhe secili meriton dashuri, secili meriton dritë, secili meriton respekt. Dhe jo më kot, si të thuash, kanë veçantitë e tyre, pra ne jemi të gjithë një, jemi të gjithë nga një burim, por kemi shprehje të ndryshme. Pra si të thuash, kjo dritë, po vjen te ky kristal apo te ky diamant dhe po shpërndahet në mijëra ngjyrime. Është e njëjta dritë, nga njëjti burim, por duke kaluar nëpër këtë observim, si të thuash, apo eksplorim të jetës, dëshirojnë të provojë çdo lloj ngjyre. Dhe prandaj
si të thuash, nuk ka të drejtë të gabuar, nuk ka më të mirë se sa të tjerët, nuk ka për shembull diçka që të krahasohesh me të tjerë, gjithë secili ka rrugtimin e vet, fatin e vet, e të tjerë të tjerë. Është i bukur në mënyrën e vet. Dhe për ju ka ardhur si për grupimin nëmër 2, ka ardhur Hekate, është vërtet shumë Perëndesh e fuqishme, për mua ka qenë shumë prezente së fundmi. Ju mund të jeni në një udhkryq në jetë. Ose ju paraqiteni në jetën e të tjerëve, duke qenë se është se si ju përjetojnë të tjerët, kur ata janë në udhkryq. Dhe kur ju duhet që të vendosni në jetë. Dhe ajo që po dëgjoj është ju jeni shumë në, si të thuash, në përputhje me këtë, si të thuash, anën tuaj pozitive, anën e dritës dhe të errësirës. Pra ju i keni të dyja në balans. Prandaj për njerëzit ju jeni, pra vini në momente kur ata janë të dëzuar, sepse ju i keni të dyja perspektivat dhe ju mund t'i ndihmoni më mirë se kushdo tjetër. Dhe nga ana tjetër dëgjoj që kjo balancë e juaja bën të mundur që ju jeni vërtet shumë të mirë, ju jeni vërtet shumë pozitiv, optimist, i ndihmoni të tjerët, ama në momentin që ju e kaloni kufirin, unë di të vendos të kufi të tjerë që mund të duken të këqij për ty, pra mund të duket sikur unë po bëhem i ose e keqe për ty, duke vendosur të kufi, por ju thjesht jeni kaq shumë, si të thuash, në balancë, jeni konfident, e dini përsëri lidhet me energjinë që e dini çfarë meritoni, pra ju mund të jeni vazhdimsi e grupimit numër 1. Dhe shpreha thotë që në kryqëzimet e jetës unë jam e fuqishme apo i fuqishëm dhe plot kurajo. Pra njerëzit ju i motivoni shumë me mënyrën se si u zgjidhni kur ju jeni në udhkryq. Pra ju nuk dëzoheni, ju e dini se çfarë të zgjidhni menjëherë. Ndoshta keni intuitën shumë të fortë sepse është edhe hëna këtu, që e simbolizon këtë. Dhe ndiqni gjithnjë pasionin tuaj dhe zjarrin tuaj. Zjarri mund të ketë, pra mund të jetë një simbol për ju, hëna e re, pra kjo hëna e tillë. Yjet, specifikisht numri 3 për shembull, gjarpri, pra mënyra se si u transformoni dhe ndryshoni lëkurën tuaj kaq shpejt dhe i thoni po ndryshimit kaq shpejt, është e magjishme për të tjerët, sepse jo të gjithë e pëlqejnë ndryshimin. Jo të gjithë janë të gatshëm për ta marrë përsipër këtë lloj risku, si thua, apo të ndryshojnë, sepse mund të jetë shumë e vështirë për disa, mund të dojë që të lini pas veten e vjetër, mund të dojë të lini pas lidhje, marrëdhënie dhe situata mjedise të tjerë që nuk rezonojnë më me ju. Dhe shumica e njerëzve thjesht e kanë të vështirë sepse është kjo lufta me mendjen dhe intuitën dhe zemrën, që mendja kërkon gjithnjë të na mbajë në këtë zonë e komfortit. Ne gjithë e dimë, kërkon shumë që ne të jo se nuk do më të mirën për ne, por thjesht është mënyra se si operon dhe mund të shikohet si një sfidë. Ndoshta në këtë jetë dhe si një lojë e bukur që si ne do të reagojmë ndaj kësaj, pra si ne do të reagojmë ndaj sfidave, vështirësive, si ato lojrat që duhet kaloni, për shembull vështirësi që të kaloni nivele. E njëjta që ndodh edhe në jetë. Pra, çdo sfidë shikojeni si një pengesë e vogël, por është brenda lojës si argëtuese, pra ju mund të argëtoheni në lojë për të kaluar në nivelin tjetër dhe ju e keni të shans, pra ta rifilloni përsëri lojën. Në po të njëjtin nivel ku e keni lënë. Kjo është e bukura. Dhe ju kaloni nivelin tjetër vetëm nëse i kaloni këto sfida me sukses. Dhe kjo ndodhi në jetë. Pra, kjo mënyrë dhe perspektive juaja dhe kjo mënyrë se si ju i kaloni këto sfida dhe ju duken si diçka e bukur, i motivon të tjerët. Kjo është mënyra se si ata ju shohin. Çelësi mund të ketë rezonancë me ju, duket sikur ju keni një çelës për këdo. Pra ju keni çelësin e përgjigjes që gjithkush ka nevojë. Dhe ju, siç tham me biskotën me mesazh në fillim, duket sikur ju ofroni, pra çdo fjalë juaja është si një çelës që mund të ndihmojë këdo që është në një udhkryq në jetë dhe mund t'i udhëzojë ata që të bëjnë zgjedhjen e duhur. Dhe kështu ju përjetën të tjerë, pra duket sikur ata e dinë që nëse ju pyesin ju do t'ia zgjidhni problemin. Nëse vin tek ju, thjesht ju do t'i ofroni këtë qartësinë që të bëjnë zgjedhjen e duhur, por pa i vënë, si të thuash, pa thënë jo po ndoshta është mirë kështu, po ndoshta është mirë ashtu, ju jeni të drejtë. Kjo duhet bërë, sepse kjo është rruga më e mirë për të gjithë. Të pëlqen apo nuk të pëlqen ty, kjo është ajo që unë po them si përgjigje për shembull. Sepse ju thoni atë që të tjerët kanë nevojë në ato momente, jo atë që ata duan të dëgjojnë.
Dhe prandaj ndonjëherë mund të duket sikur ju jeni kundër atyre, por vetëm më vonë ata e kuptojnë që ju keni dashur më të mirën dhe që kjo që ju po thoni ka qenë e drejta, ndërsa nuk ju dëgjojnë sigurisht. Dhe radhën tjetër ju dëgjojnë si thua me sy mbyllur sepse e dinë që kjo që ju po thoni është e drejtë. Pra, energjia e përgjithshme është ju jeni shumë të fortë, ju jeni konfident në vlerën tuaj, ju e dini, ju thoni me lehtësi po ose jo. Ju dëgjoni intuitën dhe zjarrin tuaj të brendshëm, pra ndiqni pasionet tuaja. Dhe jeni shumë të gëzuar. Pra duket sikur çdo gjë që ju thoni është e bekuar, duket sikur çdo gjë që ju bëni është e bekuar dhe sikur ju jeni një bekim për të tjerët, thjesht si të thuash, thjesht duke ju parë, ju i udhëzoni ata në hapat e duhur që edhe ata mund të ndjekin. Pra si një lider që drejton me shembullin e vet. Ju mund të jeni në energjinë tuaj femërore, më së shumti sepse pjesa e errësirës lidhet me energjinë femërore, por i keni në balancë të dyja dhe jeni të gëzuar, pra jeni intuitiv, por jeni edhe me këmbë në tokë dhe dhe arrini gola specifik. Dhe jeni, si të thuash, partneri apo partnerja, bashkëpunuesi, miku ose mikesha më e mirë që do doni njerëzit të kishin. Sepse me ju e din që gjithnjë do të kenë fitore, e din që gjithnjë do të jenë në rrugën e duhur, e din që nuk ka udhkryqje sepse ka vetëm qartësi dhe vendime të marra në kohën e duhur dhe vendimet e duhura. Dhe prandaj njerëzit ju pëlqejnë shumë dhe si numri 3 ne thamë që kishte shumë lidhje, rezonancë. Dhe numri 3 është kudo, pra vajza ka 3 koka, 3 yje. Numri 3 ka shumë lidhje dhe ajo që po dëgjoj është që ju i bëni njerëzit të besojnë që nuk janë thjesht dy rrugë, pra jeni në një udhkryq. Ju i bëni ata të shohin që hey, asnjëra nga këto nuk është e duhura, është një rrugë e tretë. Pra kjo është e bukur që sepse ndonjëherë kur ne jemi të dyzuar për të dyja për rrugëve, do të thotë që nuk është asnjëra prej tyre. Por njerëzit mendojnë që patjetër është njëra nga këto që unë po shoh dhe patjetër duhet të shkoj tek njëra prej tyre. Dhe janë kaq të cunguar në këtë lloj ideje dhe ka njerëz që mendojnë që është vetëm një lloj rruge, nuk ka të tjera, saqë ju i bëni ata të eksplorojnë më shumë. Pra siç është errësira që është e pafundme dhe ka thesare të çmuarish në gjithnjë e themi që është energjia femërore ku lind krijimi, këtë i bëni ju të besojnë të tjerë që ka shumë rrugë, pse e limiton veten tënde vetëm në këto të dyja? Është dhe kjo e treta shumë e mirë. Dhe njerëzit më duan vërtet shumë që si të thuash, në momentin që e kuptojnë që ju jeni kaq të drejtë dhe të prerë, kjo i pëlqen edhe më shumë. Pra i pëlqen edhe më shumë vendosmëria juaj, i pëlqen edhe më shumë fakti që ju vendosni kaq lirisht dhe duan të jenë pranë jush, duan të jenë miku ose mikesha juaj, dhe gjithë ata që ju kanë jetë e vlerësojnë gjithçka që ju i thoni. Nuk e di se si u ndjeni për këtë, por e vlerësojnë vërtet shumë. Dhe ju nuk pranoni gjë tjetër veç se lidhje të sinqerta dhe marrëdhënie që janë jep edhe merr. Pra siç e tham, ju e dini shumë mirë që dhe personat e tjerë e dinë shumë mirë që ju mund të largoheni sa hapet mbyll syt. Ju mund të largoheni sa hapet mbyll syt. Dhe ideja është që kjo ka lidhje shumë edhe me udhëtimet dhe me faktin që ju i ndihmoni individët sepse lidhet edhe me emocionet dhe me vizionet, për shembull. Ju i ndihmoni individët që të udhtojnë në mendjen e tyre dhe të eksplorojnë të gjitha posibilitetet e mundshme. Dhe ju i ndihmoni që të zgjedhin gjën e duhur, pra të shkojnë në rrugën e duhur, edhe nëse kjo do të thotë që të lësh pas të kaluarën. Edhe nëse kjo do të thotë që për shembull të bësh diçka që duket si e pa kuptimt në moment dhe sikur nuk ka fund kjo rruga apo thjesht është një rrugë pa krye, si të thuash. Thjesht ju i ndihmoni të besoni dhe ju keni çelësin që i hap këtë rrugë të tjerëve. Pra duket sikur kjo është dora juaj dhe ju po i ndihmoni që të dëgjojnë zërin e intuitës, ju po i ndihmoni që të gjejnë rrugën e destinuar për ta dhe keni këtë çelës që i ndihmon. Dhe karta tjetër tregon që ju jeni shumë bujar. Dhe vërtet, si të thuash, ndoshta nuk e jepni në paraqitjen e parë, mund të dukeni të ftohtë, mund të dukeni të zymt, mund të dukeni sikur nuk e di, njerëzit mund të kenë frikë t'ju afrohen në fillim. Por në momentin që janë pranë jush, e kuptojnë se sa zemërmirë ju jeni, se sa bashkëpunëtor ju jeni, se sa, si të thuash, si shpirt binjak apo thjesht një marrëdhënie kaq reciproke, saqë ju mund të jepni jetën për ta. Dhe vërtet, si të thuash, kjo është një fasadë që ju përdorni për të kuptuar se kush vërtet e meriton këtë bujari tuajën dhe këtë energji tuajën.
nuk e vini me dashje, por thjesht kështu është mënyra se si ju e prezantoni veten. Dhe ndoshta njerëzit kanë frikë t'ju flasin, kanë frikë, mund të jeni më tepër konfidencë se sa duhet me këto dy kartat e para që erdhën, apo thjesht mund të dukeni pra tek të tjerët si më tepër konfidencë se sa duhet dhe kjo bën që të kenë frikë t'ju flasin, por në momentin që e bëjnë, kuptojnë që jeni shumë ndryshe nga sa e kishin menduar. Shumë mesazhe të bukura për grupimin nëmër 2, uroj që të kenë rezonuar me ju dhe do doja të dija se sa rezonuan me ju, në cilat pjesë specifikisht dhe sa rezonuan me jetën tuaj aktualisht. Duke kaluar tani më te karta nëmër 3. Brigjita, ju mund të keni lidhje me këtë emër, nuk e di pse unë ndjeva e udhëzuar ta them. Zjarri që ka ardhur në fillim erdhi drita, por edhe te karta e parë mos gaboj ishte zjarri, edhe dielli. Do me thënë energjia e diellit dhe dritës sot ka qenë shumë e pranishme, por dhe zjarri. Dhe kjo është komplet një kartë zjarri, pra ju mund të jeni një shenjë zjarri. Por ideja është që shpreha thot, unë jam e rilindur, ose i rilindur, nga drita e shërueshme, dhe duke, si të thuash, duke pranuar transformimin. Feniksi mund të ketë lidhje me ju, pra Phoenix, që ngrihet nga, si të thuash, nga flakët që e kanë djegur dhe rilind sërish, dhe kjo është energjia që unë ndjej me këtë kartë, shenja e zjarrit sigurisht. Ndoshta shikoni se ku e keni shenjat e zjarrit në kartën tuaj astrologjike dhe shpërndara, por kjo është mënyra se si ju e paraqisni veten në botë, si të thuash, si një zjarr dhe si një flak transformuese, pra ju i transformoni njerëzit. Në momentin që njerëzit takojnë me ju dhe qëndrojnë me ju, apo jetojnë me ju, apo janë pjesë e jetës suaj dhe ju jeni pjesë e jetës së tyre, duket sikur ju i transformoni. Nuk ka rëndësi se sa e gjatë është kjo hapësirë që ju qëndroni bashkë, ju i transformoni dhe i lini të rilindur më pas. Dhe kjo është ajo që ju bëni dhe vetë në fakt, pra ju nuk i shikoni ndryshimin apo transformimin apo sfidat në jetë si diçka e keqe. Sigurisht që mund të keni ato, si të thuash, pasiguritë tuaja, apo thjesht të doni të mos ndryshoni apo të doni të është diçka normale që mendja do të na mbajë në komfort, por ju i thoni po transformimit. Dhe ndoshta ju jeni nga këta individ që ju pëlqen vazhdimisht të transformoheni, pra nuk ju pëlqen jeta monotone, apo në momentin që shikoni që gjërat kanë kohë që s'kan ndryshuar, ju e sillni vetë ndryshimin dhe ju e bëni vetë ndryshimin të gjallë, si të thuash. Dhe ju shkoni me ritmin, duke qenë se këto karta lidhen shumë me faktin që me energjinë e ujit, pra ju shkoni me ritmin e rrymës. Dhe ishte e bukur në fakt, tani që po e mendoj, por do ta them në fund këtë, sepse prish momentin e grupimit tuaj. Por ishte shumë interesante, dhe le të shohim kartat që duan të vinë për energjinë tuaj. Pra, përfundimet për ju nuk janë të frikshme. Ju e shikoni si një mundësi për të filluar përsëri me më shumë pasion. Dhe kjo është karta, si të thuash, mbreti me zjarrt i grupimeve. Kemi mbretin që lidhet me mendjen, kemi mbretin që lidhet me emocionet, kemi mbretin tjetër që lidhet me aspektin monetar apo me gjërat e prekshme, ndërsa ky mbret lidhet shumë me pasionin, me karizmën, me aspektin e karrierës, me aspektin shpirtëror. Pra ju e shikoni çdo mundësi të çdo sfida apo përfundimi si një mënyrë për të bërë alkemi dhe këtë lloj fundi ta riktheni në fillim dhe ta riktheni në pasionin tuaj, ta riktheni në diçka me vlerë, si të thuash. Dhe është shumë energji e bukur, po të shikoni gjëra e kuqe mund të rezonojë shumë me ju, dhe janë vërtet shumë si energjitë e njëjta, si të thuash. Ju nuk i trembeni ndryshimit. Kjo është vërtet karta që thotë që ju i hapni krahun ndryshimit, dorëzoheni ndaj ndryshimit. Siç e shikoni në momentin që është e thënë për të ndodhur ky lloj transformimi, ju e dini që mund të jetë i vështirë për momentin. Erdhi përsëri shembulli i shqiponjës. Dhe faleminderit për komentin që u korrigjuaj që në fakt shqiponja priste 40 vite, unë e dija 90. Pra që pret 40 vite dhe më pas nëse dëshiron të jetoj më shumë, duhet të kaloj nëpër këtë proces që duhet të ndryshoj pendët e veta, duhet të ndryshoj për shembull, si të thuash, sjepin e vet, e të tjerë, që të ushqehet. Pra, ju e shikoni çdo lloj ndryshimi si një mundësi për ta filluar nga fillimi, edhe më fuqishëm se në fillim. Dhe shikoni që
si të thuash, koha universale ka patur dorë këtu. Sepse çdo lloj sfide që ju shikoni dhe ktheni kokën pas, ju ka bërë të shndrisni më shumë dhe të dilni më mirë prej saj. Prandaj ju e kuptoni këtë. Dhe prandaj ju sa herë shikoni ndryshimin tani jeni kështu, të buzëqeshur, me krah hapur, jam gati. Kështu po e shoh dhe vajzën tani, pra jam gati për çfarë do të ndryshimi, jam gati të transformohem, jam gati për gjithçka. Dhe kjo i motivon të tjerë, dhe kjo ndoshta, si të thuash, ju vini si një tower moment në jetën e të tjerëve për t'i treguar çfarë duhet të përfundojnë jetën e tyre. Sepse u fokusova çik te energjia juaj, por në fakt kjo është ideja, pra që ju me këtë që ju bëni me rrugtimin tuaj dhe ndoshta thjesht me prezencën tuaj, ju jeni si kjo flak që djeg çdo gjë që ky person nuk i nevojitet më në jetën e vet. Jeni si kjo vetëtima që vjen në kohën dhe momentin e duhur, i vë flakën gjërave dhe përsëri flaka dhe zjarri që nuk rezonojnë më. Ju mund të keni lule zjarri, unë kam lule zjarri tani që po e mendoj. Dhe mund të rezonoj me ju. Pra ju thjesht i vendosi zjarrin që çka që ju e shikoni të arsyeshme që duhet të digjet. Dhe tani po dëgjoj për shembull në fshat apo në Lëndina, do të shpesh që i vën zjarrin kësaj toke me qëllim që të bëhet më pjellore apo thjesht të largohen ato bara për shembull dhe kështu është me sa di unë, që të bëhet më pjellore dhe kjo është ideja që ju e shikoni këtë lloj zjarri jo si diçka të keqe dhe për t'u trembur, por e shikoni si diçka që i ndihmon të tjerë dhe jeni të gatshëm ta bëni këtë nëse vërtet kjo do t'i ndihmojë të tjerët. Pra ju i bëni të tjerët të reflektojnë se sa shumë dram kanë jetën e tyre dhe ju e digjni të gjithë këtë. Përse e do të gjithë këtë? Përse i do këta njerëz toksik? Largoj, ose thjesht iluminoni këtë pjesë që ky zakon jot është toksik. Dhe thjesht i ndihmoni që ata ta largojnë këtë. Pra, kjo është ajo çfarë bën drita juaj e zjarrt dhe prezenca juaj. Dhe i ndihmoni të kuptojnë që janë më të fuqishëm nga sa mendojnë. Dhe që këto probleme, si të thuash, i kanë hapur vetë, siç po shikoj tani se kisha parë ndonjëherë përpara këtë kartë në të mënyre, që gjithë të thes me peshq, ky person e ka hapur vetë. Dhe thjesht po qëndron aty dhe duket sikur këta peshq janë kundër tij, ndërkohë që ju e hapët vetë këtë problem, këtë mesele, këtë gjë, këto mbi mendime dhe këto emocione të amplifikuara, ju i hapët vetë thesin, si të thuash. Dhe ju i ndihmoni të tjerë të kuptojnë që ju janë më të fuqishëm se sa mendojnë, në aspektin emocional, në aspektin mendor, dhe s'kan përse t'i mbajnë gjitha këto barra të rënda. Dhe mund të shikojnë fundin e gjitha këtyre si një fillim i ri. Kjo është mënyra se si ju i ndihmoni të reflektojnë. Ishin mesazhe shumë të bukura për gjitha prej grupimeve dhe ajo që unë doja të thoja ishte që sa në rrëdhënim ishin. Grupi i parë me dritën dhe me kartat me hënën dhe me yjet. Grupi i dytë me aspektin e mendjes, si të thuash, i ndihmoni të tjerë të shohin perspektiva të ndryshme dhe me aspektin e ajrit në lidhje me këto karta. Dhe grupi juaj, grupi i tretë, domethënë në lidhje me aspektin e që shkoni me ritmin dhe i shikoni çdo lloj situate si një mundësi për të rritur dhe për të zhvilluar dhe shkoni me rrymën, me aspektin e kartave që lidhen me energjinë e ujit, detit, oqeanit, vërtet shumë në signifikancë me njëra tjetrën. Uroj që vërtet keni rezonuar këto mesazhe me ju dhe uroj vërtet shumë që të ketë qenë konfirmimi që ju nevojitej, apo si një dritës e vogël për të kuptuar më shumë veten në rrugtimin tuaj të zhvillimit dhe të vetnjohjes. Dhe do të shumë të njësha me eksperiencën tuaj në komente si gjithnjë, jam shumë e lumtur kur lexoj komentet tuaja, kur lidhemi së bashku në këtë lloj mënyre. Më pëlqen shumë që të njihem me eksperiencën tuaj dhe jam shumë e lumtur që jam mikeshe juaja në këtë rrugtim. Nuk jeni vetëm në çfarëdo gjë që po kaloni, mbajini mend këtë. Sigurisht që nëse të gjithë që janë pjesë e këtij komuniteti, unë suportoj dhe energjetikisht. Pra, edhe nëse ne nuk interaktojmë, përsëri që jeni pjesë e këtij komuniteti, unë jam kaq mirënjohëse dhe ta dini që vërtet ju bekoj energjetikisht. Dhe shumë faleminderit për të gjithë për jush. Faleminderit që jeni këtu dhe tani. Shihim video tjetër. Mirupafshim.